أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka mbull këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allah subhanahu wa ta'ala. Jemi në fund të Ramazanit, në muajin I cili ishte muaj I mëshirës, muaj I faljes dhe I shpëtimit nga zjarri I xhehenemit, muaj I Kur'anit, muaj I cili bashkon muslimanët. Në përxhamia ka lloj-lloj raca, lloj-lloj ngjyra të njerëzve, lloj-lloj kategori të njerëzve. E Ramazani bashkon muslimanët anë mban botës, në namazet e taravijës, në iftar, në sifir, të gjithë jemi të njëjtë. Të gjithë e fillojmë njëjtë, apo e mbarojmë sifirin dhe e mbarojmë agjerimin njëjtë, të gjithë muslimanët, do të thonë me një vend, në disa vende është më herët më vonë, por për shembull këtu ne ku jemi, sifirin e bojna bashk, njëjtën kohë, iftarin e bojna në njëjtën kohë. Pra është një muaj I cili është si një lloj sistemi për njerëzit që ta bojnë një program të jetës të tyre, ta bojnë një rregullore të tyre, që edhe mas Ramazanit të vazhdojnë me këtë rregullore, pra të kenë të rregulluara gjërat e tyre dhe jetesën e tyre. Allah xhaleshan thot në Kur'an innamal mu'minuna ikhwa, s'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Pra besimtarët muslimanë, ata që besojnë në la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe çka përmban la ilaha illallah dhe çka përmban Muhammadur Rasulullah, e besojnë të gjithë këtë besim, ato janë vëllezër. Pra vëllezër të fesë, vëllezër të besimit, qoftë I bardh apo qoftë I zi, qoftë arab apo jo arab. Të gjithë janë vëllezër sepse I bashkon një besim, I bashkon një libër, I bashkon një pejgamber, I bashkon një kible, I bashkon një namaz, I bashkon Kur'ani, një libër, pra libra e fundit e zbritur njerëzimit. Pastaj në emër të Kur'anit apo në emër kësaj feje mund të dalin grupe të ndryshme, por ato nuk bazohen në rregullat apo në bazat e Islamit, por ato në emër të Islamit mundon të përçojnë muslimanët, a janë këtë diçka tjetër. Por anë fjalët e muslimanët të cilët e kanë njëjtën besim, 6 kushte të imanit, besimin në Allah, në melajket, në librat, në pejgamberët, në ditën e gjykimit, në caktimin e Allahut, dhe të gjitha këto 6 kushte I besojmë mbas Kur'anit dhe Sunetit dhe si kanë shpjeguar dietarët e Ahli Sunne wal Jamaa, dhe të gjithë janë e besojnë apo I pranojnë 5 shtillat e Islamit, mbi të cilët është ngritur Islami: dëshmia, namazi, Ramazani, haxhi, zakati. 5 të shtillat I besojnë. Edhe I kuptojnë ashtu siç I ka shpjeguar Kur'ani, Suneti dhe dietarët e Ahli Sunne wal Jamaa, e këto janë besimtar musliman, janë të gjithë të njëjtë. E për këtë, pra na themi Islami na bashkon, ndërsa dënjoja na largon. Nëse njerëz janë të kapur për dënjon, dhe nëse njerëz I lidh një interes I dënjos, kjo dënjo një ditë I ndan. Kur mbaron interesi, mbaron edhe shoqëria, mbaron edhe vllaznia, vllaznilloko. Nëse I ka thonë dikujt vlla për ndonjë interes dënjos, kur mbaron interesi I dënjos, mbaron edhe ai vllaznilloko. Ndërsa Islami na bashkon dhe kurrë nuk na ndan, në dënjo dhe në ahiret. Pra në këtë dënjo jemi bashk, sepse jemi në një rrugë, dhe në botën e ardhshme do të jemi bashk, sepse kemi vdekur në të njëjtën rrugë dhe në të njëjtin besim. Pejgamberi alayhis salam thot: "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dhe bëhuni o rob të Allahut vëllezër. O ju rob të Allahut, besimtar, bëhuni vëllezër. El muslimu akhul muslim, muslimoni është vëlla I muslimonit. La yadhlimuhu, nuk I ban padrejsi. Wala yakhdhuluhu, as nuk e nënvlerëson, nuk e nënçmon, nuk e poshtëron vllahun e tij musliman.
Wala yakdhibuhu, dhe nuk e rrejn, nuk e përgënjeshtron vllahun e tij musliman. Wala yahqiruhu, dhe nuk e nënçmon, nuk e përbuz vllahun e tij musliman. At-taqwa ha huna, thot pejgamberi alayhis salam, bani sharat me gishtin e tij, thot devotshmëria është këtu në zemër. Pra devotshmëria buron nga zemra. Pastaj del në gjymtyra. Nëse nuk ka devotshmëri, takwa në zemër, atëherë gjymtyrat nuk do të kenë devotshmëri. O yushiru ila sadri thalatha marrat, dhe 3 herë pejgamberi alayhis salam boni me isharat nga zemra e tij, duke thonë devotshmëria është këtu, devotshmëria është këtu, devotshmëria është këtu. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam bihasbi imri'in min sharri an yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. I mjafton se e keqe njeriu ta përule vëllain e vet musliman. Pa vetëm nëse e përul vëllain e tij musliman, i mjafton ç'ke e keqe. Edhe nëse s'ka qenë atë këshia, që kjo i mjafton, si e keqe, nëse e përul vëllain e tij musliman. Thot kundrejt muslimonit, muslimoni në tërësi është i paprekshëm, gjaku i tij, pasuria dhe nderi i tij. Pa muslimanët mes veti, ndërmjet vete kanë të ndaluar gjakun e tyre, pasurinë e tyre dhe nderin e tyre. Pa muslimoni, kullul muslim, çdo musliman, alal muslim, ndaj muslimonit tjetër e ka haram, gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Pra kjo për kësaj përbohet vëllazëria islame. Pra me këtë llogaritë njeriu, vëllau musliman duke i mbrojtë të drejtat e tij, duke i mbrojtë të drejtat e vëllaut të tij musliman, gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Ramazani ishte një muaj i cili na mësoi për këtë, që të jemi bashk dhe mos ta nënshmojmë, mos ta vlerësojmë njëri tjetrin, por të mundohemi ta ngritemi njërin tjetrin. Ta kapim njërin tjetrin për dorë dhe të ngritemi bashk. Me fjalën la ilaha illallah, të ngritemi bashkë me adhurime, me namaz dhe me vepra të mira. Pra besimi i drejt islam është ai i cili i bën njerëzit vëllezër të besimit. Ani pse disa islamofoba apo disa që janë armiqtë të islamit dhe të muslimanëve për me sulmu islamin përdoren metoda të ndryshme. Një prej atyre metodave për me të bënë përçarje mes muslimanëve, thot, çka më lidh mu me arapin e me turkin? Unë jam shqiptar. Nuk e kam atë vëlla. Nuk e ki vëlla prej gjakut, nuk e ki vëlla prej komit, po e ki vëlla në islam. Nëse jetë ti musliman, edhe ai musliman e ki vëlla. I bardhë dhe i ziu, pejgamberi alayhis salam, ne besojmë pejgamberin alayhis salam si pejgamber të Allahut. Ai ka thonë në Haxhin lam tumirës thot, la farqa bayna al-arabi wala a'jami illa bit-taqwa. Nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit vetëm se me devotshmëri. Kush është më i devotshëm, ai është më i miri. A është shqiptar, a është anglez, a është arab, a është turk, a indonezisë, në çka tjetër. Nëse ai më i devotshëm, ai është më i miri te Allahu. Allahu xhaleshanu nuk i gjikon njerëz mbas racës, mbas prejardhës, prej ku vjen, cilit vjen, por me devotshmëri. Kush është më i devotshëm? Allah thënë Kur'an se i ka kriju njerëzit popull dhe fise që të njoftohen mes veti. Po thot inna akramakum indallahi atqakum, po më i ndershmi, më i miri prej jush tek Allahu është më i devotshmi. Po Allah na ka kriju fise dhe popull të ndryshëm. Lloj-lloj popull kemi, lloj-lloj fise kemi, lloj-lloj njerëz kemi, lloj-lloj raca kemi. Por cili më i miri është prej këtyre? Ai cili është më i devotshëm. Nuk do me thonë pëse është ai në Arabia që në afër Ka'bës, pa tjetër duhet më konë më i mirë se dikush që janë këto në Evropë, shembull. Nëse ai nuk ka një devotshëm dhe kinë në Evropë ai devotshëm, i ka frikë Allahut, e ruan nga haramat, i kin urdhrat e Allahut. E ai që nuk ruhet prej harameve, këto është më i mirë. Ai nuk e ka një merit tash më të lartë pse vetëm se është nga Ka'bës, edhe duhet më konë pa që të më i mirë se tjerë. Jo, Allahu po thotë inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri ndër jush është ai i cili është më i devotshëm te Allah subhanahu wa ta'ala. Po, në të gjithë muslimanët i kemi vëllezër sepse jemi të njëjtit besim. Le të jenë kudo që jenë ato. Në Arabi, në Indonezi, në Amerikë, në Afrikë, në Azi, kudo që jenë ato, i kemi vëllezër. Nëse janë në një besim, besojnë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe kjo vëllezëria islame, pra e besimit,
është një vëllazëri e lidhur shumë fort mes njëri tjetrit, na lidh fort mes njëri tjetrit. Sepse kjo vëllazëri ka parime dhe bazat e saj mbi të cilat ngritet kjo vëllazëri. Pra, kur thojmë se një arab atje apo një zi e kemi vëlla musliman, kjo vëllazëri i ka bazat e saj mbi të cilën është ngrit, mbi të cilën na bashkon. Këto baza, ajo është fjala la ilaha illallah. Apo siç thamë parë, namazi, kibla, xhamia, Kurani, mësimet, urdhra, ndalesat, të gjitha këto neve na bashkojnë. Dhe kjo vëllazëri është në këtë botë dhe në ahiret. Pra është një vëllazëri e përhershme, jo vetëm këtë botë. Se Allah xhalla shan thot al-khillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Thot ata që janë dasht në këtë botë, apo të dashrit vëllezërin në botën e ardhshme, do të jenë armish njëri me tjetrin. Në ditën e gjykimit vëllezërit do të jenë armish mes vete vetëm të devotshmit jo. Ata që janë dash për Allah, ata që janë taku për Allah, kur janë da për Allah, të devotshmit këto në ditën e gjykimit nuk janë armish mes vete, ndërsa të tjerë, shoku i kafës, vllai i punës, vllai i interesit, vllai i dunjallëkit, të shumica do të jenë armish mes vete. Pse? Sepse i kanë bënë ndoshta padrejti njëri tjetrin këtë botë. E për këtë kjo vëllazëri është në këtë botë dhe në ahiret. Dhe jo çdo kush që pretendon Islamin është musliman dhe mund t'i themi vëlla. Tash është çdo kush që thotë unë jam musliman. Ndërsa kur t'ja shikojmë besimin apo bindjet e tina, apo praktikën e tij, fjalët e tij, veprat e tij, të cilat e kundërshtojnë bazën e Islamit, ai nuk është musliman. Ani pse i thot vetes musliman? I thot dikush vetes musliman, ama vepra e tij po kundërshtohet me Islamin. Fjala e tij po kundërshtohet me Islamin. Besimi i tij po kundërshtohet me Islamin. Ai nuk është musliman. Te Allah xhalesha nuk llogarit musliman. Allah tha s'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Nuk tha Allahu s'ka dyshim se njerëzit janë vëllezër. Tha innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Nuk tha njerëzit janë vëllezër. Se për njerëz çka s'ki. Ka njerëz të cilët nuk janë të njëjtit besim, nuk janë të njëjtës rrugë, nuk e kanë njëjtën bindje, ato nuk janë vëllezër. E Allah tha besimtarët janë vëllezër, nuk tha njerëzit janë vëllezër. Pra ta kemi të qartë, ai konvenon dikujt kjo, si konvenon problemi atina është. Ne themi atë që thot Allah, atë që thot Muhamedi alayhis salam. Ne besojmë atë që thot Allah dhe që thot Muhamedi alayhis salam. Nuk mërzitemi fort çka thonë njerëzit. Ana kritikojnë, ana akuzojnë, ana thonë ne për shembull, jo muslimant, siç thonë na për Kosovë, se na shqiptarët se përdorin shumë këtë fjalë, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, ku i shohin gratë mbulume apo ne na për xhamia apo duke praktikuar Islamin, ju s'keni vend këtu shkonin në Arabi. Pse më shkon në Arabi? Unë çton kam lind. Kja është vendi jam. Këto më ka lind baba, gjishi, stërgjishi, katragjishi, shtatgjishi, tatgjishi, e krejt shko më rënë, që të kanë lind. Sa është vendi jot, është vendi jam. Sa është toke jotja, është toke jemja. E besimi a diçka tjetër pastaj. Besimi njeriu e zgjedh, vendi nuk e zgjedh, ku me lind. Kombi nuk e zgjedh njeriu, çfarë kombi, po du më ko amerikan, po du më ko evropian, ti po du më ko posia. I shqiptar. Unë po du më bo arab, po së në bosh arab. Du më bo indonezian, po së në bosh. Shqiptari e ke linë shqiptar, ti së në bosh diçka tjetër. E ta shkaku i besimi, se unë jam besimtar musliman, nuk do me thonë se u bo në arab. Se nëse ti që i e krishter, a u bo në italiana që i Romës u bo në? A u bo në Romaka, jo. Shqiptari je. Apo a jahudive, apo a tjetëri. Na vetëm për musliman shqiptarë ndëgjojmë këto fjalë, jo shkoni në Arabi. Hani disa xahila njëron as gjeografisën se ditë. Thonë keni bën këto Pakistan. Më keni bën këto arab, pa Pakistani s'është be arab, as Afganistani s'janë arab. Andaj kur na thonë ndonjë bën si këto të Afganistanit, këto arab. Afganistani s'është arab, o xahil, o ignorant. Sa gjeografisë si të ditë. Për fe, jo si pas gjeografia, historia, s'ka gjë si të ditë. Veç i të fol si papagat, çka nin e fol. Çka lexon për Facebooka, del atë donjana për ku dalin për intervista donjana dikush. Ai po na për rrugë i pisin. Na këtë jemi shqiptare, koi diçka, neves na vin këto feja, koi diçka.
Po ti se s'dvin feja, diku i vin feja. Mos folne më këtë shqiptarijës ti. Ti e përfaqëson vetëm vetën tonë dhe nuk e përfaqëson këtë shqiptarien. Mos më qati me dalë si kastraves me folë për këtë shqiptarët. Ti më kallëdu shqiptarë, shka duhet më konë, shka nuk duhet më konë. Ditë shkollë si kije. Në intervjisë po shifë se s'uni lidh di fjalë. Gjuhën tonë dhe gjuhën shqipe si të ditë mi, që e rejnë gjikë se s'unë e shqiptarë, unë e komtarë, advetarë. Di fjalë si të ditë mi lidh gjuhën shqipe. 2 minuta folë, 50 gabimi i banë. Edhe vjen i kallëdon një musliman me thonë jo, s'keni lidhje me shqiptarin, ju jeni arab. E pse s'po ndëgjoj mas një aty ju thonë krishterëve shkoni në Rom jo atje. Në Vatikan. Pse s'po ju thotë teve qerve ateistave, ku më shku ato, s'kan vend ato pa venja. Se s'kan bazë, kanë ateista. Ku më ju thonë këtive qerve LGBT-ja shka po janë. Ku më ju thonë me shku. Të zhveshrave, ku më ju thonë me shku. Pse veç muslimanëve s'keni vend jo këtone. Vallaj kemi vend dhe kemi rrojt e fejla në këtone. Edhe ato rrojt se në shkull kërkushje. Që tonë jemi kanë, jemi dhe të jemi, deri në fond. Edhe shqiptarin ma shumë se jo dojna. Shqiptarin ma shumë se jo më mbrojna. Por shqiptarin këna do ma shumë se jo. Lezoni pak historien. A më shkoni me lezo historin, për të sërbë me mor historin shqiptare. Lezo historin e vërtej. Mos vini dikush na mësoj historinë tonë muslimane shqiptarë në Ballkan, duke marrë librat e Serbisë, atje që kanë shkruar për historinë shqiptare. Mos na mësoj historinë me librat e Serbisë. Mos na mësoj historinë me librat e Greqisë. Mos na mësoj historinë e shqiptarëve maqedoni me librat e maqedonëve. Historinë mësoma me historinë e shqiptarëve që e kanë shkruar. A më jo ati shqiptarë që janë konë shqitëm, që kanë shkruar për shtet. Se ato, ka dhe pjatin, ka shkujt, adi, ka rrej gjithë se shqiptarë, po ka shkujt aj për që ka konvenu sistemit asaj kohë. Na që të jemi gjithë mund kemi qenë, jemi dhe do t'jemi. Gjdo herë kër e kërkon nevoja me dhonë për këtë vend tonin, kemi me dhonë gjithë, shka pasurin, familjen, gjakon, shpirtin, shka ka nevoj? Se venja ma shpia ime, toka ime, toka e babës e gjishës të gjishit. Edhe ki islam mu më mëson se si me mbrojt venin tem. Islamu në komëson mu pak që të krisë një plum lagja hek. Në që bon që arë kush do e vendit, jo. E mos në akuzojnë me lloj akuza me thonë s'keni vend ju këton, se bëllë fjallë e rona me thonë s'ki e vend këtone. Po dhe të arat me shku kanë me thonë s'keni vend këto, ju një shqiptarë, si një të thonë. E ku me shku? Shkoni në Evropë, po vina këto në Evropë në etrangje këto, në Zvicër që ka 5-60 veti i kina bon këto në Zvicër, haloja etrangje, i huja, po. Hajde të na me shku, jeni të hujte, ku me shku na? Asë në qilë, asë në tokë. Duhet njerë më ju këthi pak mendjes, pak përdoj pak mendjen, mos maj pej notit, mos shlo fjallë që të cilë fjallë janë të paregjeshme. Bujnë në folë me argumente, a je kundra islamit, bujnë në folë me argumente. A mos gjuj fjallë me thonë, ju s'keni vend këto, ju një Arab, ju Afganistan, ju Pakistan, kështu si ja vesh kjo, gruja e kam lu këj trupi, po kështë e atonën këtë e zbulume? Zdijet njëri ku del në rrugë na për disa vej nuk e din a është në deti, a është në qytet. Edhe kështu taj krenohet. Krenar në ditë me atë di, me atë se ka dalë me grujnë në vetë, sigur me qenë deti ka dalë në për qytet, në për shqitore me hec, 70-80% e trupit e zbulume. Edhe ajtë akuzon nanën tonë, motrën tonë, grujnë tonë, pse ambullu. Pe ka ambullu se aja vesh për mu, bukuria saj, trupi saj në është vesh për mu, nuk ka për këtë dënjohën. E në akuzojnë me lloj akuza. Në alhamdulillah jemi besimtar musliman, nuk kemi dëshim në besimin tonë, nuk kemi dëshim në fejnë tonë, jemi shqiptar, ato që kanë luftu për këtë vend, që kanë vdek, për shembull një për ati familja Jasharit, ato gjithë, kush nuk e një familja Jashar, Adem Jashari, familja ati, dikon 40-50 veta janë bitë. Shpesh në të gjemi intervjisë, për këto nuk i postojnë shumë intervjisë kanë folë ato. A të regujnë vetën se u qumë me falë sabah, u qumë si firë, hangrëm si firë, dashtë me falë sabahin, të mor abdes veç i ndëgjumë të krisë, më të fillun me krisë. Tash më se mërti veç atë historinë se pas ka fillun me krisë, a ndëgjohesh ka tha, u qumë si firë, kush qohet muslimani, nuk qohet krishteri, jahudia, ateisti. Dhe më thonë musliman pas kanë qenë ato. Tha dashtë me mor abdes kush merë, muslimani merë. E pse mor abdes, me fal namazin, ai pas ka fal namazin, pas ka xheru, pse si thatë Adem Jashar shkon në Afganistan atje. Po baj burri dha 40-50 vjet nga familja vet, fëmijë, gra, burra tam, e sot i më thonë jam shqiptar në Lirien. Te Lirien,
Allah po din cilën dietë i kanë të përcjellë luftën pin dietë atje. Tu luftu dikush tjetër, e sot vjen ti tregon këtë lirinë e demokracisë, çlirim me kujt diçka. Pejgamberi alayhis salam nuk tha njeriu është vëlla i njeriu, por tha el muslimu akhul muslim, muslimoni është vëlla i muslimanit. Pra muslimoni është vëlla i muslimanit se një islam i bashkon, një fe pra i bashkon. Po islami neve nuk na mëson me pas armiqësi me jo musliman, me një vend ku jetojnë. Islami na mëson me pas bashkëjetesë, me jetu. Unë e maj temën, te ma fen tone, të këshilloj, thirrjen e islam, nuk më ndalon këtë kërkush këtë drejt me thirrjen e islam. So ne pesho se një e mire, po të ftoj ti në të këtë mirën. Me dhunë nuk jam të të mërë në islam. La ikrahe fi din, nuk ka urrejtje, nuk ka dhunë në fe. Kështu thot Allah, nuk ka dhunë në fe. Tash mos ta merr dikush i pson e gjalin tem me çaj me fal namaz kur i ban 7 vjet 8 vjet me thonë çe dhuna. Apo pse gruajës time apo motrës time apo nënës time ju thon me ndu mbulesën se është obligim, sigur namaz është obligim edhe është obligim. Mos më thuaj çe dhuna. S'ka dhunë. La ikrahe fi din, se disa xhallar pe interpretojnë gabim që këta jetë. Aty për më për shtat pak aty tjerëve dhe se jemi të jetu me një vend ku ka dhe krishterë dhe musliman, e tash me gjithë të jetë një mesatar, aty edhe atin edhe për neve. Nuk shkon ki islam, nuk shkon me për shtatet aty dhe këtina. Islami shkon e drejta mu tregu, që shtona është edhe pik. La ikrahe fi din, dhe me thonë nuk ka dhunë në fejsën e kap dikon për fit me thonë pranoj islamin. Me anu shpatën fet, me anu armën në krit, me thonë pranoj islamin. Thuj la ilaha illallah se po të mes. Çdo nuk ka, me çka është kuptimi, nuk ka dhunë në fe. Sa edhe nëse e thot ai nuk ka të thonë me zemrën, atë thon pitutës. Se kur që e kesh shpatën pe qafe ku ta lëshosh aja pe kthej në vetën. Ai nuk është islam, islami i cili jepet me dhunë nuk është islam ai. Islami është me dëshirë, me vullnet ta pranoj, që as sqarojsh ti islami, çka është islami, ta beson ai, ta pranon, edhe çfarë është islam. Islami është me zemër ta deklaron me gjuhë. Fjala ashhadu, dëshmoj, çka do të thonë? Besoj. E para, e di, besoj dhe deklaroj. Pra e di se Allahu është një, besoj se Allahu është një, deklaroj se Allahu është një, pra me zemër, me gjuhë dhe me dije. Ajo me dhun diku islamin me dhun, ai nuk është islam. Se nuk ka një cop buk, një kafshat buk me thon hape gojën me zor me dhon. Apo një injekcion me dhon me zor. Se të bukën me dhon me zor, nëse nuk e do ma dikur ka me vjella e çet. Që pirin në otan e shtën gishtin e vjell. La ikrahe fi din, nuk ka dhun në fe, do me thon feja nuk jepet me zor. Feja është me dëshirë, me vullnet me pranu. E në islam nuk ka dhun. Nuk është dhuna në islam nëse na urdhërojnë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Familjarët tonë, shokët tonë, shoqërinë ndalojmë nga e keqja, i urdhërojnë për të mirë, nuk është kjo dhunë. Unë po ta sqaroj të vërtetë, thonë ç'kjo s'ban, ç'kjo ban. Nuk ta kam nu thikën në fit me thonë ose ban ose mos e ban. Po ta sqaroj. E mos e merr ti si dhunë. Me dash njerëz të mirë. Na nonat tona, gjishët tona me kishin histori. Ka të këshirë fotografi të vjetra, rrallë, shef diku do një shka nuk kanë mbulume. Këtë kanë qenë mbulume. E pse tasha, po menoni se për mi në Evropë duhet mu zhvesh krejta? Po qatë në shtë dashë edhe Evropa, mu zhvesh edhe me shku në Evropë. Ata të cilë luftojnë kinse për të drejtat e grave. Në të di që bërtasin, drejtat e grave, islami ka shkirë grave, shri islami shaj ka bon, shkona jenë në Afganistan, dikon do një kodë, do një male, inqizojnë do grave, që shtë në të hekshën, që se kanë jetën e mirë, këshira islami që e ban grave. Ku e gjithë dhe ata, sa miliard musliman, ku e gjithë dikun ku është ma keqa, mos bani se në verë hoxha në të kohën e vetë, kur e ka bloku shirket Shqipërien, dilna për Evropë, inqizov vend që janë më të këshia, di ma bërlo, katastrofë, shregullime, shembull, shkon maqni, shkon në Jugosllavi, dikon dhe, edhe ta të i ka du pullet, këshirë si jetojnë bota, sa keq. Ta shkona për Shqipëri, banin inqizime vendet e bukra, këshirë na Shqipëria ku jemi. Edhe ju ka mbjell në krive atëre se rëjash kufinve Shqipërisë katastrofa, vetëm Shqipëria është për mashallah. Tash mos bon dikush i kështu me manipulu me njerëzit, shkon në Afganistan, shkon me një katon, kujt dikon në Kosovë, Maqedoni në një katon, dikush janë të maltretu gruin e kujt diçka, me inqizuat, çka keni inqizim e thon, shiri islami, shiri musliman shka po i bojnë grave. Po mira që ato di që do trepe për fatësojnë këtë muslimanta? A do me di se islami çka thot për gruin? Çe, merre Kur'anin, e këshir Kur'anin çka thot. Mos shko me murat
atë plagën a gjenë mal, çka si ka ditë shkollë, as për fe, as për dunjallak, për kur gjë, vëlla veç për fush. Veç fush, ka lind fush, rritën fush, atë vdekën fush, s'di për as për dunjon as për ahiretin. Mos shko ti çat më thon, e ka në shtatonin Muhammed Hasan ja kano, baba vet. Në çaj imri ka me si musliman, ama i lidhë s'ka me islamin. Tash mos shko çat më mor. Mos shko çat më mor si shem më thon që muslimanët. Çe ka kuptuar të vërtetën se pe islami s'ka kur gjë dobi. Faj për kërkuj sa të pas dobi. Ai gjahil ignorant shton me desha gjenat. Në ta në onë gjahilaj. As për dunjon, as për ahiretin. E mos e merr të jatë me thonë këshiri filani. Po këshiri shka thot Kurani. Ani ku po dalin do gjahila, do ignoranca. Vallahi në fat shifët, në fol më shifë se një ignorant, asha më kështon total është ignorant. Ku po dalin për lajme dhe në me folë di, e këto gazetarë din ku me gjujt. I pisën dhe ka 100 vetë, po të me pjati 100 vetë zgjidhe një 4-5 shka i konvenon atinve, edhe na po këthejmë në fejën e babalarve. E shka këna kon fejë e babalarve tu? Krishter. Jo në fejë e babalarve tu, sa kon krishterizmi. As jahudizmi. Feja e babës tem, të parit akon islami. Mos të nalë ku të konvenon ti. Mos të nalë 3 gjenerata, 5 gjenerata ti ku po të konvenon, se që tonë ju përshtatë politikës tonë, e mu nalë të 5 gjenerat. Hajde shkojna ma larkë për nalë mu. Shko të 7, 8, 10, 20, 30, shko të, abeja fillojna prej fillimit njëri i parë. Njëri i parë, është baba njerëzimit, po. Kush Ademi alayhis salam? Çka ka qenë pejgamber, çka ka qenë musliman? I pari imi kana musliman. Të namaz se ka ndryshu, her musliman, her katolik, her në islam, her pagan, her kuj dishka, a ke dishka qëtë, unë jam elhamdulillah musliman. Shka më intereson para 7 gjeneratëve, i pari imi, para 7 gjeneratëve, pëse akon krishter, shka ti banë ti? Unë nuk ka uzu, unë jam musliman. A mos të më thuj, hajde këthej mund fejnë e babalarë tonë, dhe mund nalë ti këtë përshtatë. Jo, vazhdo halo, hajde shkojna ma herët e merë, shkojna të Ademi alayhis salam, baba i krejt njerëzimit, baba jo të baba jam. Në më thonë baba i këtë njerëzimit, ashta e ka qenë musliman. E këto fjarë shpesh për ndëgjojna, shkoni jo në Arabi, nuk keni vend këtone, pa edhe në Arabi shka s'ka që. Ti shkoni Arabia për parshme, vëllaj me gjithë tjerë këshna shku. Pa dhe një, shka të shkojsh. Vendi si vend halan, që i bekun vend një mirë, po me njerë shka s'ka dhe atje. Nuk kanë qëllimi vend, se njerë në gjungëll me jetu dikon, kër e praktikon islamin është njeri. Kur nuk din kur gjon për islam, se praktikon islamin, edhe në qendër me jetu të dikon, kuj dikon me thonë, prapë me njerëzëllë kanë problem kija. Shikojnë fshaftira, dhe ne kanë disa që dojnë folin për islam, për pejgamberin alayhis salam, për Kur'anin. Që dikush e gjek për gjek Kur'anin, dhe lajt a gjek Kur'anin. E që se gjek Kur'anin, a mos është duke Kur'anin? Në zemra kemi Kur'anin, na jetojmë me Kur'anin. Ti vetëm vetën shka e ullë, vetëm vetën shka në shmonë, ndonjë në ahiret. Ti pe gjekë Kurani si liber, si flieta, këtë pe gjekë, po nejse ka me gjekë Allahu në Gjehennem, edhe për gjithmonë. Edhe prasë një arrin të qëllimit tanë. Dalin pastaj shtetë i ligjë, thujnë, këna liria shprejës. Po be, ku kuvenon ju e liria shprejës, kësë ju kuvenon s'ka liria shprejës. Hajtë dalin në sonë të si u që në lajtë foli diçka për papën. Liri e shprejës, në është. Po prit e nesër. Po mi dhe gjithat liri e shprejës, është pëse unë së pas në liri e shprejës me folë për papën shembull. Hajtë që në të folën për ligjet e zvitës shembull, di? Ja, o s'gudzo. Po thoni be liri e shprejës? Ja, liri e shprejës ka disa kufi. Aha, dhe me thonë liri e shprejës jërë ndresh një vetë. Kur është liri e shprejës, kur nuk është liri e shprejës. Për ju në liri e shprejës me ofendu Muhammed alayhis salam, sa miliarda musliman pi prejk me atë, pi lëndon me atë fjalë. Për ju e liria e shprehjes është ta ofendoni Kur'anin e pi lëndoni me miliarda musliman. S'pe keni gale. Në musliman ku të çon diçka me reagu, ka dal, mos shkojnë në ekstrem tash jo. Një fëmijë, më kon njëri kupton çfarë thënë, atë se është janë të manipuluar me njerëz, është një politikë e fllisht për ta shukë dritë islam, po vallahi, s'e shukin kur. Se Zoti ka thonë Kur'an. Yuriduna yutfi'u nur Allah. Mundo ta shukin dritën e Allahut, pra këtu udhëzimin e Islam. Allah nuk lejon asnjëherë të shuhet kjo dritë. Ki vagon, ki treni, ki karavani i Islamit, pi kur ka filluar të hedh. Kush ka him ta? Ka shpëtu. Ka shku me karavanin. Kush mbetet poshtë? E ka humbë veten.
qend len. I len aty karavanit. E ki pa karavani të devët për shembull, apo kuajta për para që ka karavani, qend len aty. Ama i vazhdon rrugën e vetëm rrin atë qëllimi. Këto veç ka kanë le këto ne. Edhe sot ato që len kundra Islamit, ato vetëm shka len kundra Islamit, se s'u arrin qëllimet e tyre. Vetëm shka dalë ato akuzoni ju se në musliman mormi pare, pse mbluhet një gruaj merr pare, pse e fal dikush namazin merr pare, në realitet ato nuk po baj beje, po 99.99% jam i sigurt se ato morin pare vetëm për me dalë për media për me kundërshtu Islamin. Jo lëvizja Deçanit, që pas kanë dalë 4-5 burra. Pas 4-5 meshkuj pas kanë dalë ta mposhin Islamin. Po di shkollë mas i kia. Ai më të pa vend se di fjalë si të ditë mi lidh me Shqipen. Na jemi shqiptarës, na vinë arabisha këto, pse më thonë asalamu aleikum, na kena mirëmëngjesin. Po ne kush po thotë mos thuj mirëmëngjes. Na po thojnë më mirë me thonë selamu aleikum, se kish problem. Muslimani përshëndet muslimin me selam. Po edhe mirëmëngjesi nuk është haram. Edhe mirëmbrëma nuk është haram. Edhe tungaçeta nuk është haram. A mos më çutet me thonë nuk jemi na lapto ne selamu aleikum na shqiptar. Haj veç kallëdom të që shkruhet mirëmëngjesi. Nëse di me shkruajt mirëmëngjes pa gabime, bravo të ko. Ti besë di mirëmëngjesi, më shkruaj me gojë di me thonë mirëmëngjes. A mos ti thuaj se shkruaje me 2-3 gabime ta shkruan. Po të kallëzon ai për shqiptarinë. S'ke lidhje as me shqiptarinë, as me dunjon, as me ahiret, as me fejt, as me atë krishterizmin që po thu, po kthejnë në krishterizëm. Në Islam, nëse dikush ka qenë në Islam, edhe del prej Islamit, thot po bona krishter, ai ja bën murted. Raport me musliman me Islamin, ai është murted. Do të thotë ka dalë prej Islamit, ai nuk është krishter për neve, nuk është jehudi, ai çetë raport kemi me ta. Nëse çetri kujshia ti është stojoni, Maqedon shembull, krishter. Babgji që ka pas krishter, me atë kemi qera raporte. A me kish ka konë Islam me del, me grupën e Deçanit, lëvizjen e Deçanit, thotë unë jam bon krishter, me ki qera raporte kemi. Çfarë raporte kemi? Ki krishteri qetë shka original krishter, nëse e pret një kafsh hat çaj mishi. Nëse e pret ai që e ka shembull mishtore, ka nuk e pret për as për isën, as për kryqin, as për kush. E pret se ka biznes. Më lejo të atë qatë mish, qaj mish, nëse e pret si pas regullat Islamit. A më qëki qëtëri, nëse e pret një lop, mishi nuk ha qaj mish. Se kja është murted. Nëse dojmë mu martu me një vajzë për shembull, e cila ka qenë Islam der për Islamit, nuk lejot mu martu me qatë vajzë në musliman. Po asaj burri që ka dojë nuk lejot mu martu me një muslimane. Me krishterin original krishter, apo original jahudi, nëse janë një vajzë jahudike apo krishterë, muslimanët të takon më martu me ta. A më një jahudisë krishterë jo me një muslimane. Do thonë që të janë atë raport, duhet mi dana, kush janë jahudi, kush janë krishterë, kush janë murted, kush janë ateist, kush janë zjarrpotiste, kush janë kuj diçka tjetër. Pse se unë du me ditë raportës si duhet mi pas me këtë. E nuk kam puna këto veç punë inati, punë xhelozia, është punë dije, është punë mi kuptu se është mpiqe xheneti dhe xhehenemi, është mpiqe ahireti, është mpiqe vorri. E unë Islamin tëm, besimin tëm, nuk e shes, nuk e ndryshoj me asgjë. Me kur gjë, kur kujt ja përparësi para besimit. Se në varr thot men rabbuke, kush janë Zoti jot. Men nebijuke, kush janë pejgamberi jot. Men kitabuke, kush janë libri jot. Nuk thot Shara komësie kia, nuk thot shara nështetësie kia. Ato këtë këto një. Nuk të vetë aji shqiptar, aji arapa shka i, thot kush janë Zoti jot. U kri. Kush janë pejgamberi jot. Nuk thot kush janë heroi jot. Allah heroi kanë pas filanin. E për këtë është mpiqi Islami, na nuk kemi atë urrejtën, do të thonë mu qu me bon lufta mes vetë gjakdirë dhe mu mbin mes vetë na ani bashkëtoj, pse kam një koshi jo musliman, një koshi ateist, një koshi kujt diçka, mu me bashkëtu. Mos mi bë damun atij, pastaj mos të bëhet dam, ku ta takojnë rrugë, nëse ka nevojë me ndihmoj, nëse e takojë përshëndetje, natën e mirë, ditën e mirë, mirëmëngjes, a ki nevojë diçka, i ndihmoj, nëse smuret mu me vizitu, do të thonë bashkëtoj me ta. Po donjëherë mu me këshillu, më thonë me asqeru Islamin. S'po thojnë ana pse ke kujshin ateist, mo tash çoj ta shofi pari, duhet me gjujt, ha. Ja i muja ona. Islami këtë nuk e thot. Islami këtë thot ka gjendje lufta, më na tash çemi luftën, edhe mund me jetu, me bashkëtu me jo muslimanët. Ama jo me fut urrejt dikush tjetër të dash me fut këtë urrejt. Edhe një tjetër sen në fund se zgatëm sonte shëm, hajde, edhe sonte se pranë më u kri, ha.
Edhe në tjetër fjalë, se këtë po na kujtohen ta shkas po shihesin këto media këto, se na për problemi me këto Facebook e këto del vetën si thot hoxh, me shallat, Thot s'ka, jo krishter, jo islam asi, na jemi shqiptar, feja shqiptar tanë shqiptaria. I gjahili, njerë gjahil. Ani plak, më masë të një kom mbi tokë, një ndër tokë, o të jerif. Lema këto mos u ban, apo do me bëj imën, hajde me të bojna imën, apo do me të bëj imën, të bojna imën, lajka sejnë e ta përhap në imën tanë edhe në Australia gjeme të njohë. Veç aman mos e kundëshëma që ke jetu me ta. Veç me darë të në televizor me thonë, s'ka krishterët që na këto në feja shqiptarë tanë shqiptaria, po ku ka ben bot, veç na shqiptarët e kimi qkitë fjallën feja shqiptarë tanë shqiptaria, po kur kumbe nuk ka bot feja amerikanë tanë amerikania, shka mi thonë, feja arab tanë arabia, feja turk tanë turshnia, feja... Kur kush të thonë këtë botë, veç na shqiptar. Na shqiptar, do shqiptar të thonë, feja shqiptar shqiptaria. Po çfarë librive ka ajo shqiptari? Çe feja shqiptari çfarë po thoni? Çfarë pejgamberi ka, çfarë ligje ka, çfarë kushtetute ka? A ka diçka vetëm, hajt e kanë thonë dhëdhone pe thon. Papagall me papagall. Papagalli shkat nije fol. Nuk mendon, nuk logjikon se a ban me thon, as ban me thon. Edhe këto. Do më bë pak i njohur na për televizor del edhe feja shqiptare dhe shqiptaria. Ne jesë në lidhë kështë as me krishterizmin, as me fejnë islami, as me, ne jemi shqiptar. Nuk duhet fejt me na përqa. Kush thati se fejat përqa? Ti jetu përqa. Ti që po delë shto me këto deklarata po përqa. Feja shqiptar, shqiptaria. Ani hoqë, e i plak. Me shall, plus me shall, bre ta kishik shallin, me fol pak ati shtonë me flut, me gjell, me vo, me diçka, po me shall, edhe po intervjis ati, feja shqiptar tanë shqiptaria, bolni me këta jo Muhamedi, jo Islami, jo... Shka mi thonë be? Kur gjo mos i thonë? Ka shka i thonë atë botë, nëse vdes qashtone. Mje për ata, vallaj mje për ata, shumë ignoranta be, vallaj shumë ignoranta. Se ti na kemi armisht Islamit, adi nuk ka muslimanash krishter, po ku debatojsh me ta, debaton adi, shifës, adi na të folë, si pas të jemi argumente vetë, amo shifës se ka njëri ka mësu dishka. Po kish krejti, as për fejnë të imi shkanë të ma kundëshu nuk kanë të ditë, po as për atë vetën që pretendon se ashtë nuk kanë të ditë, për kur gjohit sa të ditë. A ketë me të nimi ka hinë TikTok ka ngu dishka, e tash direktone, feja shqiptarë të në shqiptaria. Hinë TikTok ngu dishka, jo musliman këto s'keni vend, shkoni agje në Arabi, agje ka Afganistani, po Afganistani s'ashtë Arabi, o ignoran. Hinë lezon dishka qëtër, ja në islam, në shqiptaria se kemi ketë, ketë me të nimi ka. Papagall. Merë atë papagall në jetë e shpia, shtimin një kafez, shtimin kafez aty, edhe të kënaqen ma bërë. Shkat një e folë. Pra njëherë Allah Gjeleshan ka thonë, inë me l'mu'minune ikhwa, bestimtarët janë vëllezër, nuk ka thonë njerëzit janë vëllezër. Pra nëse dikushi nuk është i fejës të ime, nuk është bestimtar, nuk i thëmë vllati. Se kam vlla. O të gjallë, nëse rrezikoj besimin të për të shiret tua. Qish nëse është shqiptar, katolik nuk i ki vlla, nuk i kam ra vlla. Po ti po ban përçare, kush tha mos jam duke përçare, nuk e kam vlla ti. A mos jam nuk po du me thonë me këtë se tash i ruse ku të zonë, ta i ka krin, jo. Se këto ç'no pe mendojnë, atë nëse se ki vlla, do me thonë ki armik. Nëse ki armik, do me thonë pishpall luftë. Sa është e vërtetë as pa. Nuk kam vlla të besimit. Na shta mujë me thonë vlla disi i kombit apo i gjakut dhe një tilven jemi, ama fjala vlla ku të kuptohet, ku thotë do me thonë vlla, ne e përdorim vlla në fe. Së të kam vlla në fej, as të i krishter, as atë jahudin, as atë ateisin, as djerpotisin, vlla e kam, si që thotë Allah në Kur'an krijuesi jon, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. I pëlqeti ku i pëlqeti, ati si shka si pëlqen, ka dritare, ka dirë, ka duhet drejtohet. Edhe këtë veni jonë, ku kemi linë që atine, kur se kemi shlu, nuk e shlujmë, e s'do ta shlujmë kur. Se kemi dhonë për atë vend. Kemi kontribuar, nashta me gjak, nashta me familje, nashta me pasuri, për krejtve kena dhonë ka pak. E mos dvijë dhe një ignorant me thonë, ju s'keni vend këto, shënë e këtë vend se sa është i juve. Nuk të pëlqen ti, kejre dhe shko për Nish, ose për Beograd. Nuk të pëlqen, shko për në Rom, në Vatikan. Nuk të pëlqen, shko për në Atina gje. Nëse të pëlqen ti, nëse ti vrasin si këto xhamia, këto musliman, këto ezana, ki Ramazan, ki Kur'an, këto të mbulume, nëse ti vrasin si, largo.
Se që më na 95-97% musliman Kosovë, na me shtu krejt Kosovë 97%, për ju 2-3%, se s'për ju pëlqen. Dhe plus nuk janë këta 2-3%, që janë 20 vejt janë. Eshte për ju 20-50 me shlu gjithaj popull tokën e vetë se shlon. Plasni nga mlefi, s'kemi shkaj bojë. Lutim Allah subhanahu wa taala të na ban më të fortë në këtë din, më të qëndrueshëm në këtë din. Lutim Allah subhanahu wa taala të na i falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.